të natyrës administrative. Sa i përket pyetjes dytë, sa është numri i prokurorëve që mungon sot në sistem dhe si ndikon kjo në vlerësimin tuaj në efikasitetin e luftës ndaj kriminalitetit, në ngarkesën e prokurorëve në detyrë apo cilësinë e hetimeve prej tyre, dhe si ndikon mungesat në sistem në kozjatën e një hetimi penal. Për shembull, është normale për ju që një hetim i kallëzimit të një qytetari të marrë rreth 5 vite kohë, ashtu ky një afat i arsyeshëm. Ky nuk është as pak një afat i arsyeshëm, është një rast i papranueshëm, 5 vite është tërësisht e patolerueshme, por arsyeja për cilën kjo ka ndodhur, e tham, ka të bëjë me mungesat që ka pasur sistemi, 35% niveli dies. 35% mungesa në sistem janë shumë, kjo ka krijuar patjetër mbi ngarkesë, thash ka dyfishim të çështjeve të mbartura, që në fakt do të thotë çështje të zvarritura. Dhe sot ne për fat keq kemi sistem çështje jo të 5 viteve, po kemi çështje të më tepër se 5 viteve. Dhe le të themi që kemi të ceduar në efikasitetin në luftën e kriminalitetit, sa kohë ka zvarritje në një nivel të tillë që të shkon edhe në parashkrime të çështjeve penale për shkak të kalimit të afateve. Pikërisht për këtë qëllim, këtë vit, në një le të themi qarkore që përcolla të gjitha prokurorive, kishte të bënte me trajtimin me prioritet të çështjeve që mund të rrezikojnë parashkrimin, me qëllim për t'i dhënë prioritet rasteve kur zvarritjet mund të çojnë deri aty sa mund të bëhet e pamundur hetimet e ndjekja penale dhe dënimi pasi